Komuna e Strugës bashkë me stafin edhe administratën vazhdon me punën e saj, duke realizuar projekte të cilat janë në kuadër të komunës dhe qeverisë, siç është rruga turistike dhe ndrimin e gypave të azbestit. Dhe paralelisht me këto projekte vazhdojmë me donacionet të cilat janë premtuar para fushatës, dhe një ndër ato donacione janë këto pemë, të cilat janë në numër 1300 të tilla, të cilat vinë nga një miku im, edhe miku jon i përgjithshëm, i cili vepron dhe punon në Maqedoni nga Turqia, i cili na premtoi që nëse fitoi zgjedhjet do t'i sjell këto pemë, dhe sot ky premtim u realizua dhe unë e falenderoj pamas për kontributin, për donacionet, cilat Struga tash vazhdon me pastrimin dhe me gjelbrimin, me hortikulturën, e cila ka nevojë dhe këtë vit do të ketë akoma më shumë pemë dhe bimë të tilla.